me thënë, apo flasim nga viti 2013 dhe në vitin 2026 ende, kjo çështje nuk ka epilog. Familjarët e viktimës, sidomos edhe lëndime të rënda kur vetë viktima demotivohen me neglizhencën edhe me pasurinë e tyre juridike që e gjejnë në rastet e veta. Do me thënë, ne kemi raste që 13 vjet nuk është zgjedh. Ju si avokate, qysh i shihni hetimet që bohen edhe a hetohen sipas rregullave biznesit cilat i shkelin edhe drejtat e punëtorëve? Fillimisht dua të theksoj se në Republikën e Kosovës veprat penale janë të përcaktuar me kodin penal. Kryesisht janë vepra penale kundër masave mbrojtëse dhe sigurisë në punë dhe trajtohen në kapitullin e veprave kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurive, si të në raste të caktuara këto ndërlidhen me shkeljen e marrëdhënieve të drejtave të punës. Kodi penal përcakton në mënyrë shprehimore veprën penale që e obligon personin përgjegjës në institucion, ndërmarrje ose në një subjekt tjetër që të sigurojnë vendin e punës, të kenë masat mbrojtëse të vendit të punës dhe kushte teknike. Në qoftë se këto ndodhin personat e caktuar përgjegjës të personit, si ndërmarrje institucion ose një subjekt tjetër vepron në kundërshtim të këtyre, atëherë kemi përgjegjësi penale. Për hetimin e këtyre veprave, përgjegjës është Prokuria e Shtetit, ku prokurori mundet vetë të hetaj, zakonisht si indicie fillestare mirret raporti i inspektoriatit të punës. Prokurori i Shtetit në rastet e caktuara kur kemi të bëjmë me shkeljen të drejtave të punës e që ndërlidhen elementet të veprimet ose mesveprimet e punëdhënësit si përgjegjës i veprës penale, atëherë mund të autorizoj policin që të mbledh provat, duhet të merr në pyetje dëshmitarët, të pandehurit, të dyshuarit dhe të dëmtuarin, të vlerësoj në qoftë se këto veprimet ose mesveprimet e punëdhënësit kanë elemente të veprës penale dhe janë përgjegjës për veprën penale dhe të urdhëroj që të nxirren ekspertiza të ndryshme, qoftë teknike apo mjekoligjore, kur kemi të bëjmë me rastet e lëndimeve të rënda në punë ose edhe me vdekjen e një punëtorit. Në rastet e mia praktike, tani, unë jam avokate e cilësive të dëmtuarit, ku në rastin 2013 ka ndodhur një aksident në punë dhe punëtori ka rezultuar me vdekjen e tij. Në vitin 2018 është ngrit akt akuzë, ndërsa çështja tani është para gjykatës dhe është në shërtim, mirëpo për shkak të ndrimeve dhe avancimeve të gjyqtarëve, lënda ka kaluar herë te një gjyqtar, herë te një gjyqtar tjetër, përkundër përpjekjeve të mëdha të gjyqtarit aktual të çështjes që të zhvillojë dhe të përfundojë kjo çështje, për shkak të pengesave procedurale, për arsye se ka kaluar një kohë gjatë, personat përgjegjës, personat të cilët janë akuzuar kanë dalë në pension dhe kanë një moshë, gjyqtari nuk po mund të vazhdojë për shkak këtyre pengesave. Do me thënë, apo flasim nga viti 2013 dhe në vitin 2026 ende, kjo çështje nuk ka epilog. Flasim për këto raste, avokate, raste zgjatjen e këtyre rasteve, cilën edhe ju po e përmendni, a i demotivon kjo me një farë forme dhe familjet e viktimës në këtë rast me kërku të drejtën e tyre për familjarin e tyre? Familjarët e viktimës, sidomos edhe lëndime të rënda kur vetë viktima demotivohen me neglizhencën edhe me pasurinë e tyre juridike që e gjejnë në rastet e veta, në rastet e tyre. Do me thënë, ne kemi raste që 13 vjet nuk është zgjedh. Në rastin e njëjtë, për çudinë time, dhe për çudinë ndoshta edhe gjithë njerëzve kur e flas, në atë rast ka qenë përgjegjësi objektive, që përgjegjësia objektive nuk ka të bëjë me përgjegjësinë subjektive, se a është përgjegjës një person, a është një përgjegjës një person tjetër, mirë po kemi rastet e përgjegjësisë objektive dhe gjykata e ka ndërprerë procedurën derisa të vendoset me vendim të formës së prerë në çështjen penale, që për mua është një gabim. Unë kam marrë të gjitha veprimet dhe tani lënda është në apel për arsye se kam kërkuar që të vazhdohet rasti dhe familjarët e viktimës mos të mbesin pa një dëmshpërblim për shkak të një fajtori që është punëdhënës.